Inferioriteti në shoqërinë shqiptare. Kruar njeriu nuk ndihet i vogël nga që është, por nga që është mbyllur në një shoqëri që e bën të duket i tillë ka një plagë të heshtur që ecën mes nesh pa shurm. Por me pasoja të mëdha, ndjenja e inferioritetit. E sheh në punë, ku dikush ul syt edhe kur ka të drejtë. E sheh në shkollë, ku një nxënës i zgjuar ka frikë të flasë se mos quhet i madh. E sheh në karrierë, ku shumë njerëz vetë sabotojnë veten para se t'i pengojë kushto tjetër. E sheh në tavolina, në zyra, në rrjete sociale, në marrëdhënie, në ëndra të pambyllura. Dhe pyetja është e dhimbshme, pse ndodh kjo? Sepse në shoqërinë shqiptare, njeriu shpesh nuk rritet duke u mësuar të besojë në vlerën e vet, por duke u mësuar të ketë frikë nga gjykimi i tjetrit. Që fëmijë, shumë njerëz edukohen jo me logjikën e zhvillimit të brendshëm, por me logjikën e krahasimit. Nuk u thuhet, zbulo kush je, por shiko mos mbetesh pas të tjerëve. Nuk u thuhet, ndërto personalitet, por mos turpëro familjen. Nuk u thuhet, gabimi është pjesë e rritjes, por çfarë do thonë njerëzit? Dhe pikërisht këtu fillon deformimi. Inferioriteti nuk lind gjithmonë nga mungesa e aftësisë. Shpesh lind nga një mjedis që e shtyp vetbesimin. Ka njerëz shumë të zotë që ndihen më pak se të tjerët jo sepse vlejnë më pak, por sepse janë rritur në ambiente ku vlera nuk është njohur, ku suksesi është parë me smir, ku zëri i lirë është goditur. Ku gabimi është tallur dhe ku meritës shpesh i është mbyllur dera përballë lidhjes, servilizmit ose favorizimit. Në një shoqëri normale, njeriu matet me punën, dijen, karakterin, përkushtimin. Në një shoqëri të dëmtuar, njeriu fillon të matet me emrin që ka pas shpinë, me mikun që njeh, me partinë ku futet, me bindjen sa ditë të përkulet, me aftësinë për të heshtur kur duhet të flasë. Dhe kur një i ri, një punonjës, një student apo një profesionist e kupton se loja nuk është gjithmonë e drejtë, ai fillon të lëkundet nga brenda. Jo rrallë pyet veten, a vlej vërtet apo thjesht nuk kam krah? Kjo pyetje, kur përsëritet gjatë, bëhet helm. Në Shqipëri, ndjenja e inferioritetit shpesh ushqehet nga 3 mekanizma të egër: krahasimi, poshtërimi dhe mosbesimi. Krahasimi është i pari. Ne jetojmë në një kulturë ku njerëzit krahasohen pareshtur, fëmia me fëmijën tjetër, studenti me studentin tjetër, vajza me vajzën tjetër, djali me djalin tjetër, familja me familjen tjetër. Njeriu nuk mësohet të kuptojë ritmin e vet, por të jetojë me ankthjen e garës së përhershme. Dhe kur gara nuk ka drejtësi, ajo nuk prodhon ambicie, prodhon plag. Poshtërimi është i dyti. Sa herë në këtë shoqëri talenti është tallur? Sa herë dikush është ulur publikisht vetëm pse foli bukur, vetëm pse u vesh ndryshe, vetëm pse ishte më i zoti, vetëm pse guxoi të mos ishte si turma? Ne kemi prodhuar shpesh një kulturë ku mesatarja ndihet e kërcënuar nga shkëlqimi. Dhe kur mediokriteti bëhet shumicë e shurmshme, ai përpiqet të bindë çdo njeri me vlerë se duhet të turpërohet nga vetja. Mosbesimi është i treti. Shumë shqiptarë rriten pa marrë kur një vlerësim të shëndetshëm. Nuk u thuhet je i aftë, por mos e mbaj veten kaq lart. Nuk u thuhet provoje, por ku shkon ti? Nuk u thuhet ke potencial, por rri me këmbë në tokë, sikur ëndra të ishte krim dhe jo forcë. Kështu krijohet një njeri që para se ta ndal bota, e ndal vetveten. Prandaj inferioriteti në shoqërinë shqiptare nuk është vetëm çështje psikologjie individuale. Është edhe produkt kulturor. Është pasojë e një klime ku autoriteti shpesh abuzon, ku shkolla jo gjithmonë frymëzon, ku familja ndonjëherë edukon me frikë në vend të besimit, ku vendi i punës e sheh mendimin si kërcënim dhe jo si vlerë. Ku karriera shumë herë nuk ndërtohet me merit, por me afërsi. Ka edhe një dimension më të thellë, historia jonë e gjatë e mbijetesës. Një popull që ka kaluar pushtime, varfëri, izolim, diktaturë, tranzicion të egër, padrejtësi dhe pasiguri, shpesh trashëgon jo vetëm plagë ekonomike, por edhe pasiguri morale. Kur brezat jetojnë gjatë me frikën e mungesës, lind një psikologji kolektive ku njeriu mëson të mos dalë shumë në pah, të mos flasë shumë fort, të mos kërkojë shumë, të mos ëndërrojë shumë. Jo sepse nuk mundet, por sepse e ka mësuar se drita shpesh të bën shënjestër. Dhe ja ku vjen tragjedia më e madhe. Shumë njerëz në shoqërinë shqiptare nuk ndihen inferior përballë më të mirëve, por përballë më të shurmshmëve. Jo përballë dijes, por përballë arrogancës. Jo përballë vlerës, por përballë pushtetit të rrem. Dhe kjo është shenjë e një shoqërie që ka ngatëruar hierarkinë morale. Kur ignoranca flet me siguri, ndërsa dia dyshon në vetvete, kemi hyrë në krizë të thellë shoqërore. Në punë, kjo shfaqet kur i ndershmi ndihet i dobët sepse nuk di të bëjë intriga. Në shkollë, kur nxënësi i mirë hesht sepse turma tall gjithçka që kërkon thellësi. Në karrierë, kur profesionisti i aftë tërhiqet sepse sheh se ecën më shpejt ai që serviloset. Në jetën e përditshme, kur njeriu fillon të dyshojë të vetja vetëm sepse jeton mes njerëzve që bërtasin më shumë se ai, por duhet thënë një e vërtet thelbësore, inferioriteti nuk është gjithmonë dobësi e karakterit. Ndonjëherë është reagimi i një shpirti të lodhur nga përplasja me një ambient të padrejtë. Është lodhje e brendshme. Është humbje besimi. Është pasojë e viteve duke dëgjuar se nuk mjafton. Se duhet të jesh dikush tjetër. Se duhet të kesh një emër tjetër, një mbiemër tjetër, një mbështetje tjetër, një mask tjetër. Dhe megjithatë, pikërisht këtu fillon shpëtimi, kur njeriu kupton se nuk është i vogël, por është mbajtur i vogël. Kur kupton se shumë nga pasiguritë e tij nuk janë të lindura, por të injektuara. Kur kupton se vlera e njeriu nuk përcaktohet nga zhurma e turmës, as nga padrejtësia e sistemit, as nga tallja e mediokrit, por nga ajo që ai është në thelb, në punë, në etikë, në mendim, në dinjitet. Shoqëria shqiptare do të mbetet e sëmurë sa kohë që do të prodhojë njerëz të pasigurt dhe të zhurmshëm njëkohësisht, të pasigurt nga brenda, por arrogant nga jashtë. Sepse shumë nga ata që poshtërojnë të tjerët, në fakt fshehin inferioritetin e vet, ata sulmojnë, sepse nuk durojnë dot atë që nuk janë. Ata përqeshin, sepse nuk arrin dot të ngrihen.
Ata nënçmojnë sepse nuk kanë ndërtuar dot asnjë madhështi të brendshme, prandaj zgjidhja nuk është vetëm individuale. Nuk mjafton t'i thuash njeriut ki besim te vetja, kur çdo ditë sistemi, ambienti dhe kultura i thon të kundërtën. Zgjidhja kërkon familje që edukojnë pa shtypur, shkolla që formojnë pa poshtëruar, punë që shpërblejnë meritën, shoqëri që duartroket vlerën pa e parë si kërcënim. Një klim ku suksesi i tjetrit të mos përjetohet si dështim personal, sepse një komb nuk ngrihet vetëm me rrugë, godina dhe fasada. Ngrihet kur njeriu i tij nuk ecën i kërrusur shpirtërisht. Ngrihet kur vajza e re nuk ka frikë të jetë e zonja. Kur djali i ri nuk turpërohet nga ndjeshmëria dhe mendimi. Kur punonjësi nuk ndihet skllav. Kur studenti nuk ndihet më pak. Kur profesionisti nuk ka nevojë të lyp vlerësim, por e merr atë që meriton. Në fund, disa njerëz në shoqërinë shqiptare ndihen inferior sepse janë rritur në një realitet që shumë herë ka ushqyer frikën më shumë se lirinë, krahasimin më shumë se zhvillimin, bindjen më shumë se personalitetin dhe dukjen më shumë se thelbin. Por e vërteta më e madhe është kjo: njeriu nuk shërohet duke u bërë si turma. Shërohet kur e kupton se digniteti i tij nuk ka nevojë për leje nga askush. Në një shoqëri që shpesh të mëson të ulësh kokën, akti më filozofik, më njerëzor dhe më revolucionar është ky: ta ngresh atë jo me arrogancë, por me vetdije.